Në datën 16 maj vinë e të gjithë liderët e Europës jashtë Bashkimit Evropian, që nga Britania e Madhe, tek Turqia, tek Ukraina, tek Azerbajxhani e kështu me radhë. Dhe vjen dhe sekretari përgjithshëm i NATO, dhe vinë të gjithë në Shqipëri, vinë në Tiranë datë 16. Imagjinoni tani se ç'a ndryshimi ka midis një mesazhi të 11 majit, ku shqiptarët pa dallim partije, ku shqiptarët përtej gjitha dasive politike i çojnë Europës mesazhin që ne të gjithë duam të hymë në BE dhe të hymë tani, dhe një mesazhi të paqartë. Pastaj imagjinoni sikur se kjo nuk ndodh, po sikur papritur e pakujtuar, atyre t'ju rishfaqet bufi i krenetës si një bashkëbisedus. Imagjinoni Europa dhe NATO që bashkëbisedon me bufin e krenetës. Se jemi dhe këtu në Athinë, edhe Dëgjo, se jemi në Athinë. Dëgjo. Po lërë më tani. E dëgjo që a thot apo jo? Thuaj matuf, thot jo buf. Dëgjo.